Dashi. Sot nuk do jeni shumë në qef për të duruar të tjerët dhe në shumë momente do e teproni me fjalët e rënda. Ju që keni një lidhje do jeni tej mase krenar për veten dhe do shihni partnerin më poshtë se vetja. Kjo gjë do krijojë debate të herpashershme dhe mund t'ju largojë më tepër nga njëri tjetri. Edhe beqarët do jenë arrogant dhe të gjithë do mundohen t'ju qëndrojnë sa më larg. Në punë do ndiheni më të qetë sepse do të mungojë shefi. Vetëm kujdes mos bëni muhabet me kolegët dhe të harroni detyrat e dhëna. Në planin financiar do mbizotroj qëndrueshmëria gjatë gjithë kohës. Demi. Sot do t'ju duket sikur jeni ulur mes dy karrikesh dhe nuk do e kuptoni se çfarë ka që nuk shkon. Nëse jeni në një lidhje, shpesh nuk do t'i kuptoni as pak gjërat që po ju ndodhin dhe do ndjeheni si të përhumbur. Nëse nuk flisni sa më parë me atë që keni në krah, do bini në depresion. Ju beqarët nuk do jeni as pak të bindur për personat që do ju joshën dhe do preferoni të mos hidhni asnjë lloj hapi. Në punë mund të kaloni kriza të vështira. Mos u tregoni kokfort, por pranojeni sa më parë ndihmën e kolegëve. Në planin financiar do ju mbështesin fort të afërmit sepse përndryshe nuk do t'ja dilni dot. Binjakët. Sot nuk do të jeni as pak lunatik, përkundrazi do dini mirë se çfarë kërkoni dhe do ecni drejt objektivave me besim të plotë. Ju që jeni në një lidhje nuk do ndjeni lodhje për asnjë moment dhe do bëni gjithçka që ta bëni partnerin të ndihet si në përëndra. Duke u kënaqur ai, do kënaqeni mjaft edhe ju. Ju beqarët më në fund do takoheni me personin që do t'ju pëlqejë ashtu si jeni dhe do t'ju sigurojë një jetë fantastike. Në punë do jetë komunikimi, vendoshmëria dhe largpamësia ato që do t'ju bëjnë të arrini sa më lart. Do jeni edhe më të matur dhe nuk do t'ju besoni verbërisht atyre që do t'ju thonë kolegët. Financat do i keni shumë të mira, por të tjerët do i bëni të kuptojnë të kundërtën. Gaforja. Falhënës dhe diellit që kësaj here do të jenë bashkëpunues, ju do jeni më të qartë dhe do i pranoni gabimet që keni bërë. Edhe këtë gjë do e bëni për çdo fushë dhe jo vetëm për sektorin financiar. Nëse keni një lidhje, do mendoheni gjithmonë para se të flisni apo para se t'i kërkoni diçka partnerit për të mos e vënë atë në siklet. Nga ana tjetër nuk do e fajsoni atë për ndonjë problem që do t'ju ndodh, por do reflektoni dhe do pranoni edhe gabimet tuaja. Ju beqarët do bëni goxha përpjekje për të ndryshuar statusin, por nuk do gjeni persona shumë të përshtatshëm. Në punë gjërat do funksionojnë shumë më mirë se më parë dhe do ndjeni të kënaqur. Për financat nuk do shqetësoheni sepse do të jenë goxha të mira. Luani. Mërkuri dhe Neptuni do t'ju japin shumë forcë gjatë kësaj dite. Shpesh do kaloni nga mbrojtja në sulm. Nëse keni një lidhje, dita do të jetë ndarë më dysh. Mëngjesi dhe dreka do të jenë të këndshme dhe pa debate, ndërsa mbrëmja disi e tensionuar. Kujdes me fjalët që do thoni. Ju beqarët ka shumë mundësi të dashuroheni me zërin e dikujt dhe do i qëndroni pas derisa ta bëni për vete. Sot thjesht sa do t'i jepni shkëndijat e para të pëlqimit. Në punë mos u ndalni për asnjë moment. Duke qëndruar në veprim do krijoni opinion të mirë dhe askush nuk do t'ju mund të bjerë në qafë. Me financa do jeni tej mase të kujdesshëm dhe gjendja do të ketë përmirësime të vogla. Virgjëresha. Të sigurt në vetvete, por as pak arrogant, sot gjërat kanë për t'ju ecur më së miri. Ju të dashuruari do merrni kënaqësi të forta nga marrëdhënia që keni krijuar. Partneri do di përherë si t'ju mbajë në pëllëm të dorës e si t'ju dashurojë me pasion. Në mbrëmje temperaturat do rriten edhe më shumë. Ju beqarët do jeni specialistë të joshjes. Duke qenë se mundësitë do të jenë të shumta, e pamundur ta mbaroni ditën pa fituar zemrën e dikujt. Në punë do analizoni me kujdes çdo gjë dhe do i kaloni pa u lodhur sfidat që do t'ju dalin para. Në planin financiar do jeni me fat dhe nuk do gjendeni në vështirësi. Peshorja. Herë të ndërmerrni iniciativa gjatë kësaj dite, e herë do vendoseni në pozicion mbrojtje. Do jetë hëna ajo që do t'ju bëjë të paqëndrueshëm. Nëse keni një lidhje, nuk do ndjeni plotësisht të kënaqur pranë partnerit dhe në shumë momente do mendoni të qëndroni vetëm për pak kohë. Në fakt, ashtu si partneri, as ju nuk do i shprehni dot ndjenjat. Ju beqarët nuk do jeni shumë të hapur ndaj takimeve dhe do preferoni të qëndroni në pritje. Në punë do bëni mirë të reflektoni gjatë para se të hidhni hapa, sepse yjet nuk do t'i keni në krah.
Çdo gjë do të jetë më e vështirë se dje. Për financat do jeni më të kujdesshëm dhe nuk do të abuzoni. Akrepi. Nëse nuk do ndjeni të sigurt sot, do shmangni gjithçka dhe as nuk do të tentoni. Për ju që keni një lidhje, komunikimi do të jetë thuajse i vdekur. Marrëdhënia me partnerin nuk do të jetë e kënaqshme dhe nuk do arrini dot të sqaroheni për asgjë. Pasdite do t'ju pushtoj mërzia. Ju beqarët më mirë qëndroni edhe sot vetëm sepse parashikohen vetëm lidhje toksike që do t'ju bëjnë të ndjeni keq. Në punë mos prisni që të gjithë t'ju mbështesin e t'ju shtrojnë qilimat më të mirë që ju të ecni lirshëm. Mblidhni forca dhe përgatituni për sfida. As sektori i financave nuk ka për të qenë i lehtë për të menaxhuar. Shigjetari. Sot nuk do jeni në humor shumë të mirë dhe shpesh do t'ju mungoj koherenca. Nëse keni një lidhje, mundohuni të mendojeni më shumë për të ardhmen dhe t'i përkushtoheni më tepër atij që keni në krah. Po e lat pas dore për të plotësuar disa qefe personale, do e humbisni atë dhe do pendoheni për gjithë jetën. Ju beqarët do keni qef të joshni e të flirtoni, por në realitet nuk do ta bëni dot. Nuk pritet ndonjë gjë e re gjatë kësaj dite. Në punë nuk do i keni të lehtë të dilni nga vështirësitë ku jeni futur dhe nga ana tjetër askush nuk do t'ju mbështesë. Në planin financiar do jeni goxha të kursyer dhe do i merrni përfitimet më vonë. Britsjapi. Sot nuk do t'i kaloni etapat me nxitim, përkundrazi do t'regoheni të matur dhe të kujdesshëm kudoherë. Ju të dashuruari do përdorni çdo lloj mjeti dhe mënyre për ta mbajtur pas vetes atë që keni në krah. Pasdita dhe mbrëmja kanë për të qenë të veçanta dhe të mbushura me surpriza. Ju beqarët do t'regojeni më të civilizuar dhe do pranoni të dilni me disa persona edhe pa ju dhënë siguri se mund të filloni një lidhje. Në fakt më mirë është të njiheni me disa e më pas të përgjithni më të përshtatshmin. Në punë, po nuk respektuat procedurat dhe detyrat që ju janë dhënë, nuk keni për të arritur askund. Venusi do t'ju sjellë pak fat me financat, por gjithsesi duhet të jeni të kujdesshëm. Ujori. Sot do përfitoni nga rrezet e ngrohta të diellit për ta shijuar jetën e për të dalë nga monotonia. Nëse keni një lidhje, qielli juaj i dashurisë nuk do të ketë asnjë re. Do merreni vesh shumë mirë me partnerin dhe së bashku do krijoni ambientin e duhur për të dashuruar plot pasion. Në punë nuk do jeni shumë të motivuar për ta kërkuar dashurinë, por ajo do vi tek ju si me magji. Në punë do jeni shumë të fokusuar pas detajeve dhe mund të qëndroni edhe orë të zgjatura për të bërë më të mirën. Vërtet do lodheni, por do fitoni simpatinë e shefit dhe nesër edhe para më shumë. Buxheti do jetë në gjendje goxha të qëndrueshme. Peshqit. Marrja e kohës vetëm për vete do të jetë një luks që nuk do arrini dot gjatë kësaj dite. Për ju që keni një lidhje, Neptuni do sjellë vështirësi e do t'ju nxjisë të konfliktoheni me atë që keni në krah. Si ju, ashtu edhe partneri do mendojeni se keni të drejtë dhe do kërkoni me ngulm të dalë juaja. Nëse jeni beqar, zorse do ndryshoni edhe sot statusin pavarësisht se do e kërkoni princin e kaltër kudo që të shkoni. Në punë, pozicioni juaj do vazhdoj të jetë i fortë, por do keni shumë gjëra për të bërë në të njëjtën kohë. Shpesh shefa do ju vënë në trysni. Buxhetin po e patët kujdes, nuk do të keni as problemin më të vogël.